këta njerëz të mirë, edhe nëse bëjnë ndonjë gjuna, qoftë i madh apo i vogël, kujtojnë premtimin e Allahut, kujtojnë paralajmërimin që ka bërë Allahu që t'i ruhemi dënimit të tij dhe zemrimit të tij. Kujtojnë pushtetin e Allahut, fuqinë e Allahut. Kështu që ata nuk mashtrohen. Ata e dinë që Allahu është mëshirues, është falës, por ata e dinë që Allahu është i gjithë pushtetshëm, është i gjithë fuqishëm. Ata e dinë që Allahu dhe zemrohet. Ata e dinë që ka dhe pasojat gjunaheve në këtë botë. Ka njerëz që vuajnë pasojat e gjunaheve. Ata e dinë që nuk ka vetëm xhenet, po ka edhe dënim në zjarrin e xhehenemit. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dhe për këtë arsye ata nuk këmbgulin në veprimin e gjunaheve. Dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Kërkojnë falje për gjunahet e tyre. Bismillahirrahmanirrahim. Atëherë të dashur vëllezër, vazhdoj me shpjegimin e hadithit, të cilin e nisëm dhe shpjeguam pjesën e parë në mësimin e shkuar mbrëm. Pra, për hadithin e transmetuar nga Abu Dharr al-Ghifari dhe Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhuma, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ittaqillaha haythu ma kunt. Kije frikë Allahun kudo që t'jesh. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Mbas një vepre të keqe, bëj një vepër të mirë që e mira ta fshijë të keqen. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dhe sillu me njerëzit me moral të mirë, të bukur. Këtë hadith e ka sjell Imam at-Tirmidhi në Sunenin e tij. Ky hadith flet për 3 porosi shumë të rëndësishme të profetit sallallahu alaihi wasallam për ne. Porosia që të kemi takwa, të kemi frikë Allahut, të ruhemi zemrimit dhe dënimit të tij, duke zbatuar detyrat e fesë dhe duke ruajtur nga gjunahet. E kjo është porosia e parë për cilën u fola natën e mbrëmshme. Porosia e dytë është që të bëjmë vepra të mira, të cilat i fshin veprat e këqija, si taubja, istighfari, por dhe veprat e tjera të mira, disa për cilave do t'i përmendim gjatë këtij mësimi inshallah taala. Porosia e tretë është mirësjellja me njerëzit. Këto 3 porosi që i përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, i gjejmë dhe në fjalën e Allahut subhanahu wa taala në surën Ali Imran: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqin." Shpejtoni t'i bindeni Allahut dhe t'i bindeni të dërguarit të tij. Pra shpejtoni të bëni vepra të mira, të cilat do t'u sjellin falje të madhe të gjunaheve. Falje të madhe të gjunaheve nga Zoti juaj, dhe xhenetin, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiejve dhe e tokës, dhe që është përgatitur për njerëzit e devotshëm, për ata që kanë takwa. Pra, këtu në këtë ajet Allahu i Lartësuar ka përmendur takwan. Dhe xhenetin e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ata që kanë takwa. Pastaj thotë: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Për ata të cilët i shpenzojnë pasuritë e tyre në rrugt të Allahut, kur kanë pak dhe kur kanë shumë. Kur kanë shumë dhe kur kanë pak. والكاظمين الغيظ, dhe për ata që përmbajnë veten kur zemrohen, kur nevrikosen, kur inatosen, durojnë, e frenojnë veten dhe nuk veprojnë sipas nevrikosjes. والعافين عن الناس, dhe ata që i falin njerëzit, ka mundësi që të marrë hak, por e fal njeriu që i ka dëmtuar, është falës. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu i Lartësuar i do ata që bëjnë vepra të mira, ata që sillen mirë, ata që e përsosin adhurimin për Allahun subhanahu wa taala. Në këtë ajet Allahu i Lartësuar ka folur për mirësjellje.
për mirëbërjen, për shpenzimin në rrugt të Allahut, për mbajtjen e vetes, për durimin, për faljen, për mirësjelljen. Ashtu sikurse edhe në hadithin që ne po e shpjegojmë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sillu me njerëzit me moral të mirë. Dhe dietarët kanë thënë që morali i mirë ka dy shtylla. E para, ti je dorëdhën, ti je bujar, ti japësh. Dhe e dyta, ti je durimtar, ti je i përmbajtur. Të mos zemrohesh, të mos nevrikosesh, të mos dëmtosh njerëzit, ti je falës. Kështu që ajo që e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith e ka bazën ke ajeti i Kuranit. Pra Allahu i lartësuar ka folur për takuan, ka folur Allahu subhanahu wa taala dhe për mirësjelljen në këto ajete të Kuranit. Pastaj Allahu subhanahu wa taala flet dhe për tauben nga gjunahet, të pendohemi, të heqim dorë nga gjunahet, të kërkojmë falje Allahut, të mos këmbgulim në veprimin e gjunaheve. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dhe ata njerëz të cilët nëse bëjnë një gjunah të rëndë, një gjunah të madh, ose gjunahe të tjera që janë më të vogla, ata kujtojnë Allahun, kujtojnë premtimin që ka dhënë Allahu për ata që bëjnë tobe, për ata që kërkojnë falje, për ata që bëjnë vepra të mira, për ata që heqin dorë nga veprat e këqija, premtim për falje, për mëshirë, për shpëtim nga zjarri i xhehenemit, për mirësinë në këtë botë, për mirësinë në ahiret, për xhenetin, kënaqësinë e Allahut, shikimin tek fytyra e Allahut. Pa ata kujtojnë edhe paralajmërimin që ka bëu Allahu. Allahu ka paralajmëruar ata që bëjnë gjunahe dhe këmbgulin në veprimin e gjunaheve, që s'bëjnë tobe, që nuk bëjnë vepra të mira të cilat i fshin veprat e këqija. I ka paralajmëruar Allahu për pasojë në këtë botë, se gjitha të këqija, gjitha belat në këtë botë vijnë nga gjunahet, si pasojë e gjunaheve. Dhe vujtja dhe dënimi në zjarrin e xhehenemit vjen si pasojë e gjunave që bën robi në këtë botë. Pra ata, këta njerëz të mirë, edhe nëse bëjnë ndonjë gjunah, qoftë i madh apo i vogël, kujtojnë premtimin e Allahut, kujtojnë paralajmërimin që ka bërë Allahu që t'i ruhemi dënimit të tij dhe zemrimit të tij. Kujtojnë pushtetin e Allahut, fuqinë e Allahut. Që ata nuk mashtrohen. Ata e dinë që Allahu është mëshirues, është falës, por ata e dinë që dhe Allahu është i gjithë pushtetshëm, është i gjithë fuqishëm. Ata e dinë që Allahu dhe zemrohet. Ata e dinë që ka dhe pasojat gjunaheve në këtë botë, ka njerëz që vuajnë pasojat e gjunaheve. Ata e dinë që nuk ka vetëm xhenet, po ka edhe dënim në zjarrin e xhehenemit. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dhe për këtë arsye ata nuk këmbgulin në veprimin e gjunaheve. Dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim, kërkojnë falje për gjunahet e tyre. Dhe nuk këmbgulin në veprimin e gjunaheve, përkundrazi heqin dorë nga gjunahu. Dhe një nga kushet e tobes, siç ta përmendim, është që me heq dorë nga gjunahu. Wa hum ya'lamun. Duke e ditur se kush bën tobe, Allahu e pranon toben. Kush heq dorë nga gjunahu dhe kërkon falje, Allahu subhanahu wa ta'ala ja fal atij gjunahun. Ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin. Shpërblimi i këtyre njerëzve është falja. Allahu i fal. Dhe u jep xhenetet e begata, lumturinë, kënaqësinë dhe mirësitë e xheneteve, nën pemët e të cilëve rrjedhin lumej, atje do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa i mirë është shpërblimi i atyre që kanë bërë vepra të mira. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ka thënë ajeti ku Allahu i lartësuar thotë, dhe ata që bëjnë një gjunah të madh,
ose dhe gjunahet të tjera më të vogla dhe kujtojnë Allahun, e kështu i kërkojnë falje Allahut dhe nuk këmbgulin veprimin e gjunahut. Ky ajet është më i mirë për gjunaqtarët që bëjnë tauba se sa dynjoja dhe çfarë gjendet në të. Sepse Allahu subhanahu wa taala për ata që kanë bërë vepra të këqija, për ata që kanë bërë gjuna, ka bërë rrugdalje. Allahu i lartësuar na ka këshilluar që të heqim dorë, mos këmbgulim veprimin e gjunahut, të kthehemi tek Allahu, të kërkojmë falje Allahut subhanahu wa taala dhe të bëjmë vepra të mira që të fshihen të këqijat. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur taqwan, mirësinë që kanë ata që kanë taqwa, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, në hadith që unë po e shpjegoj, na ka këshilluar që ta kemi frikë Allahun kudo që të jemi, të zbatojmë detyrat e fesë, të ruhemi nga gjunahet. Por njeriu, edhe pse është urdhëruar që të ketë taqwa, edhe pse do përpiqet që të respektojë rrugën e Zotit, të kryejë detyrat e fesë, të ruhet nga gjunahet, do ketë mangësi, se kjo është në natyrën e njeriut. Dhe ca gjëra për cilat është urdhëruar, ca detyra do i loj pas dore. Diçka do ta loj pas dore. Po ka vërtetë edhe disa gjunahe. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kullu bani Adam khata. Të gjithë bijtë e Ademit janë mëkatar, janë gjunaqtar. Nuk ka njeri që s'bën gjunahe. S'ka njeri që s'ka tmeta. Ne e kemi në natyrë gabimin dhe gjunahun. Kush thotë që unë s'kam mëkate, unë s'kam gjunahe, ai nuk e njeh veten. Ai nuk e njeh Zotin, ai se njeh fenë e Zotit. Se po ta dinte realitetin vetvetes, ai nuk do të shprehej në këtë mënyrë. Çdo njeri ka gjunahe. Allahu me këtë natyrë na ka krijuar ne. Ademi alayhi salatu wasalam, babai i njerëzimit, gaboi, bëri gjunahun. Dhe Allahu e frymëzoi që të bënte tauba, u që dorë nga gjunahu, u kthye tek Allahu i lartësuar me tauba, dhe Allahu i lartësuar pranoi tauban. Dhe një nga urtësitë e kësaj është se njerëzit e kanë në natyrë gabimin dhe gjunahun, por duhet të heqin dorë, nuk duhet këmbgulin, duhet kthehen tek Allahu i lartësuar. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur për Ademin alayhi salatu wassalam, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Ademi alayhi salam i pranoi ca fjalë të Zotit të tij dhe i vuri në zbatim ato. I kërkoi falje Allahut të lartësuar duke thënë qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ata të dy, pra Ademi dhe bashortja e tij Havaja, thanë Zoti ynë, ne i kemi bërë keq vetes, kemi bërë padrejtësi, kemi bërë mëkatin. Dhe nëse ti nuk do të na falësh, nëse ti nuk do ta mëshirosh, ne do të jemi për të humburve, do të jemi për të dështuarve. Këto janë fjalët që Allahu i lartësuar ja frymëzoi Ademit, ja dha Ademit që t'i shprehte, t'i thoshte. Dhe Ademi i ka thënë këto fjalë, dhe Allahu i lartësuar ja pranoi tauban, se tauba është krejt mirësi nga Allahu i lartësuar. Allahu ndihmon robin që të pendohet, ja shtin mendje. Dhe pastaj Allahu i lartësuar ja pranon tauban. Kështu që fillim e mbarim, taubja që bën robi është mirësi nga Allahu i lartësuar. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Vërtet Allahu i lartësuar është pendim pranues dhe mëkatfalës. Një nga emrat e bukur të Allahut është at-tawwab. Ai që ja bën të mundur robit bëj tauba. Dhe ai që ja pranon tauban robit. Allahu subhanahu wa ta'ala do që robit pendohet. Dhe një nga arsyet pse njerëzit e kanë në natyrë gabimin, tmetën dhe mëkatin, pse na ka krijuar Allahu edhe me prijet për mirë, po edhe me dëshirat, dhe ndonjëherë njeriu nga dëshira e keqe mund bjerë në ndonjë gjuna, është që njeriu nëse bën gjuna, bëj tauba. Se Allahu pëlqen tauban. Allahu gëzohet nëse robi bën tauba. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith dëshirën e madhe të Allahut, dashurinë e madhe të Allahut, të lartësuar që robi të pendohet. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl yatuba musii'un nahar. Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka bën mëkat ditën, dhe Allahu e shtrin dorën ditën që të pendohet ai që ka bën mëkat
gjatë natës. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar gëzimin e madh të Allahut të lartësuar kur robi heq dorë nga gjunahet dhe bën tauba. Ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam një burr i cili është nisur në një udhtim, në një shkretir me deven me vete. Në deve ka pas ushqimin, pijen, ujin, edhe ndalon në hijen e një pemë për të pushuar. Aty e zë gjumi. Kur i del gjumi, vëren që deveja kishe ik. Kërkon deven, po nuk e gjen. Kërkon, nuk e gjen. Kthehet në hijen e pemës, edhe ulet duke pritur vdekjen. E humbi shpresën se mund të shpëtonte, se në shkretir s'ka ujë. Duke pritur ashtu, vjen deveja vet. U gëzohet shumë që tashmë do kishte mundësinë që të pinte ujë, të konsumonte ushqim dhe shpëtonte nga vdekja. E kapi devejën për kapistre, edhe nga gëzimi i madh deshe të falenderonte Allahun, sa Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta min shiddati al-farah. Sa o Allah, ti je robi im dhe unë jam Zoti yt. Ju ngatrua goja, gaboi nga gëzimi i madh. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gëzimi që ka Allahu kur robi bën tobe është më i madh se sa gëzimi i këtij robi që mësoi se do shpëtonte nga vdekja, masi e kishte humbur shpresën. Pra tobja është dashur për Allah. E gëzon shumë Allahun, se njeriu kur bie në mëkat është rrëmbyer nga shejtani, e ka zaptuar shejtani. O bo pal me armikun e Allahut. Dhe në momentin kur njeriu kthehet tek Allahu, ka ikë nga kundërshtari i Zotit. Dhe është kthyer tek Allahu, është bërë mik i Zotit, është bërë i dashur i Allahut. Ndaj Allahu i lartësuar gëzohet shumë me ta. Allahu është dhe El Ghafur, ai është mëkatfalës. Ai fal gjunahet dhe ai do me fal. Allahu deshi që këtë emër të bukur ta vinte në veprim, këtë atribut që është falja. Ndaj krijoi këtë lloj krijesash që kanë gabime, kanë tmeta, kanë mangësi, që kërkojnë falje, që të kthehen tek Allahu i lartësuar. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: "Law lam tudhnibu, la dhahaba Allahu bikum, wa la jaa bi qaumin yudhnibun fayastaghfiruna fayaghfiru Allahu lahum." Nëse ju nuk do bëni gjunahe, Allahu subhanahu wa taala do të zhdukte dhe do sillte njerëz që bënë gjunahe, kërkojnë falje dhe Allahu i lartësuar u fal gjunahet. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kutiba ala ibn Adam hadhuhu min az-zina, fa huwa mudrikuhu la mahala." Njeriu i është shkruar pjesa e, domethënë, lidhjes së palishme. Dhe ai patjetër do bëjë ca gjëra që do konsiderohen nga veprimet që i paraprin veprës së turshme apo të palishme, immoralitetit. Mund të shoj shikimin, mund të bëjë diçka. Por njeriu duhet kthehet, duhet kujtojë madhërinë e Allahut, duhet largohet nga gjunahu. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam pra ka thënë që mas të keqes bën vepër të mirë, që e mira ta fshi të keqen. Kjo që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka bazën dhe në një ajet Kuranit ku Allahu i lartësuar thotë: "Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin." Fali namazin në 2 skajet e ditës, sipas mendimit më të mundshëm të dietarëve, një skaj është namazi i sabahut, skaji tjetër flet për namazin e drekës dhe të ikindis. Wa zulafan min al-layl, sa'atin min al-layl, dhe në orët e para të natës, që është namazi i akşamit dhe i yatsis. Pra i përfshin ajetet 5 namazet. Ky është një nga ajetet në cilat përmenden 5 namazet në Kur'an. Pastaj thot: "Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Vërtet, veprat e mira i fshin të këqijat. Namazet i fshin veprat e këqija. Pra, kush bën vepra të mira, ja fshin Allahu subhanahu wa taala të këqijat.
Dhalika dhikra lidh-dhakirin, thot në fundin e ajetit Allahu i lartësuar, kjo është këshill për ata që zonë mend, për ata që marrin mësim, për ata që pranojnë këshillën. Ka treguar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se një burr ka shkuar ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i ka treguar që inni asabtu min imra'atin qublatan, që kishte taku një femër edhe ja kishte dhënë një puthje. Është një mëkat ky që i paraprin gjunahut më të madh, që është immoraliteti, çon në atë rrugë. Mirë po, ky kishte bërë këtë gabim, këtë mëkat, edhe kishte hyrë frika për Zotin. Doshte që të bënte kthesë dhe shkon e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam, në këtë moment profeti sallallahu alaihi wasallam i ka zbritur ajeti Kur'anit wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl. Fale namazin 2 skaje të ditës, namazet. Dhe në orët e natës, se vërtet të mirat, veprat e mira i fshin të këqijat. Ky burri tha, kjo tregon që veprat e mira fshin veprat e këqija. Sipas i transmetimi, ka thënë profeti, e ka fal namazin me ne? Po, namazi e fshin gjunahun. Ky burr ka thënë, o i dërguar Allahut, kjo vlen vetëm për mua? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, bel li jami'i ummati kullihim. Kjo vlen për gjithë ummetin. Pra, kush bën vepra të mira, veprat e mira i fshin të këqijat. Në ajetin e Kuranit që citova pak më përpara, Allahu i lartësuar ka thënë: "Walam yusirru ala ma fa'alu." Ata nuk këmbgulin në veprimin e gjunahut. Ndaj duhet që kushdo që bën një gjuna, kushdo që bie në një mëkat mund të ketë një fjalë, shpëton një fjalë, përgojimi, një gënjeshtër, përshëmimi një muslimani, tallja me një musliman. Mëkati mund të jetë një veprim që i paraprin immoralitetet për shembull, e gjunahet të tjera. Pra kush bie në një mëkat, të mos këmbgul, po të bëj kthesë. Allahu i lartësuar ka përmendur si cilësi të mirë, njerëz të mirë që do shkojnë në xhenet, se ata nuk këmbgulin në veprimin e gjunahut. Tobja i ka 3 kushte. Kushti i parë është me heq dorë nga gjunahu. Siç e ka thënë Allahu, nuk këmbgulin në veprimin e gjunahut, përkundër, heqin dorë. Në qoftë se robi thot me gojë astaghfirullah, po më këmbgul në veprimin e gjunahut, thonë po kërkoj falje, këmbgul në veprimin e gjunahut, dietarët thonë për një person të tillë, ky është si ai që tallet, si ai që bën lojë. Pra nuk ka vlerë istighfari me gojë nëse robi këmbgul në veprimin e gjunahut. Duhet që me heq dorë nga gjunahu, dhe i bë tërq. Edhe me thonë astaghfirullah wa atubu ilej. Këtë rob e fal Allahu i lartësuar. Pra e para me heq dorë nga gjunahu. E dyta, me vendosje mos me e bë më gjunahu në të ardhmen. E treta, me u bë pishmon që e ke bë këtë gjunahu. Të bëhemi pishmon që kemi bë gjunahu. Ndjejmë dëshpërim që e kemi bë. Na vjen keq që e kemi bë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, an-nadamu tauba. Ka thënë pendimi është tauba, është kthim tek Allahu subhanahu wa taala. E nëse gjunahu ka të bëjë me të drejtat e njerëzve, atëherë duhet me kërkuar dhe hallashtinë atij tjetrit. Për shembull, një shumë parash, detyrim, duhet me shlyr detyrimin, duhet me kthy paratë atij që robi ja ka marrë. Këto janë 3 kushet e taubes. Duhet që njeriu të plotësoj kushet e taubes në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala t'i falë atij gjunahun. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah." Kush bën taube, kush heq dorë nga gjunahu, edhe bën kthesë, bën taube, ose ai që nuk e ka bën gjunahun, pra taubja e fshin gjunahun. Nuk duhet që robi të mashtrohet, thotë që Allah është falës, Allah është mëshirues, se këto ajete, këto hadithe që nxisin për tobe, që nxisin bëjmë vepra të mira,
që fshin veprat e këqija, e kanë kuptimin që robi të kuptojë se ka rrugdalje. Nëse bie në një mëkat, nëse bie në një gjunat, mos mendoj që s'ka rrugdalje. Ka rrugdalje, kërko falje Zotit. Po kjo s'do të thotë që robi të mashtrohet, do të thajë se Allahu është farz, është mëshirues dhe vazhdon veprimin e gjunave. Ky rob mund shkatërrohet. Allahu subhanahu wa taala ruajt. Allahu i lartësuar lavdron ata që kur bien gjuna kthehen, bëjnë tobe, nuk këmbgulin veprimin e gjunave, ndërsa ai që këmbgul në veprimin e gjunave, rrezikon Allahu na ruaj që vazhdojnë në rrugë, disa vdesën të gjendje dhe mund përfundojnë në zemrimin dhe dënimin e Allahu subhanahu wa taala. Në një hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar atë njeriu që sa herë që bie në gjuna, bën tobe, bën kthes, po duke plotësuar kushtet e tobes, duke bëu pishmon. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Adhnaba 'abdun dhanban, faqala Rabbi inni adhnabtu dhanban, faghfir li." Një rob bëri një mëkat, dhe tha, Zoti im, unë kam bërë një mëkat, ma falë mua mëkatin. Allahu i lartësuar ka thënë, Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi-dhanbi wa yaghfiru adh-dhanba, qad ghafartu li dhanbi. Allahu i lartësuar tha, robi im është në dijeni që ka një Zot që e fal mëkatin, që e quan fajtor atë që bën mëkat, që dënon për mëkatet. Unë ja fala mëkatin robit tim. Ky rob mos i bëri tobe, pa më ka bëu tobe, duke plotësuar kushtin e tobes, kur ka thënë Zoti më fal mëkatin, ka heq dorë, ka vendosur mos më e bë, është dëshpëruar që ka bëu gjunahun. Mirë po, masi ka vendosur që mos më bë më gjunahun, prapë është dobësuar, është ligështuar, ka rënë prapë në gjunah. Edhe përsëri i kërkoi falje Allahut, o Allah, unë bëra një mëkat tjetër. Ma fal mëkatin. Allahu i lartësuar përsëri ka thonë hitat fjalë. E ka përsëritur këto profeti sallallahu alaihi wasallam 4 herë. Dhe ka përmendur se në herën e 4 Allahu i lartësuar ka thënë "Falyaf'al ma yasha." Le të bëj çfarë të dëshiroj robi im. Pra, nëse robi sa herë që bie në një mëkat, kërkon falje, duke plotësuar kushtet e tobes, Allahu i lartësuar ja fal. Ndërsa ata njerëz që me gojë thonë, pa më me zemër se ka ndamjen që me hejdojnë nga mëkati. Nuk ndjen pishmalluk që ka bënë mëkatin. Nuk ka vendosur që mos më e bën mëkatin. Ky njeri nuk e quhet gjë tawbja dhe istighfari me gojë, përderisa nuk e ka gjendjen e duhur shpirtërore. Përmendet se Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka thënë khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Ka thënë, më të mirët për jush janë ata që sprovohen, bien mëkat dhe pastaj kthehen, bëjnë tobe, kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. I tha dikush Aliut radhiyallahu anhu, po nëse e bën prapë mëkatin, ran mëkat, bëri tobe, u kthy tek Allahu, u bë pishmon, ju kthy prapë. Tha, përsëri le të kërkoj falje Allahut dhe të kthehet me tobe tek Allahu i lartësuar. Tha, nëse i kthehet prapë gjunahut, tha, përsëri të bëjnë tobe. Edhe të kthehet me pendim tek Allahu i lartësuar dhe kërkoj falje Allahut. I tha, po sa do vazhdoj kështu? Sa hatta yakuna ash-shaytanu huwa al-mahsun. Të vazhdoj kështu derisa të lodhet me të shejtani. Që shejtani ta humb shpresën se ky njeri do të mbul veprimin e gjunahut. Se ky njeri s'do bëj tobe. Shejtani me kë gëzohet, kë ka mik vetin, ato që bën mëkat, edhe këmbgul, nuk heq dorë, nuk bën kthes. Nëse nëse njeriu bie në mëkat, pa më pora në mëkat kthehet, pendohet, bëhet pishmon dhe vendos mos më e bën më mëkatin, domethënë kjo ai dhon shejtanin sepse ky njeri ka bërë tobe dhe është kthyer tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër dietarët kanë thënë nuk ekziston mëkati nëse robi bën tobe. Se tobe e fshin mëkatin. Dhe mëkati i vogël nëse robi këmbgul në veprimin e tij nuk quhet më mëkat i vogël, po ai konsiderohet i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Ke mira që përmend profeti që e fshin të keqen është istighfari. Istighfari që plotson kushtet që i përmenda pak më përpara. Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar në Kur'an që të bëjmë istighfar, wastaghfirullah,
Thot Allahu i lartësuar, kërkoni falje Allahut të lartësuar. Allahu i ka lavdëruar në Kur'an ata që bëjnë istighfar në fundin e natës. Wal mustaghfirina bil ashar, dhe ata njerëz që kërkojnë falje Allahut të lartësuar para agimit në fundin e natës. Është ajo koha kur Allahu zbret në 1/3 e fundit të natës në qiellin e dynjos dhe ndër të tjera thot hel min mustaghfirin fa aghfir lah, kush më kërkon falje që unë t'ja fal atij mëkatin. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an se nuk i dënon ata njerëz që kërkojnë falje. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Kush kërkon falje Allahut, bën tobe, heq dorë nga gjunahet, kërkon falje Allahut, Allahu subhanahu wa taala do t'i afshi gjunahet. Do ta ruaj nga pasojat e gjunaheve. Istighfari bëhet sebeb që Allahu subhanahu wa taala njeriu t'ia përmirësoj jetesën, t'ia ruaj familjen, t'ia ruaj fëmijët, t'i jap fëmijë, t'i jap pasuri. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an se Nuhu alayhi salatu wassalam i ka thënë popullit të tij, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." I thash, thot Nuhu alayhi salatu wassalam, i thash popullit tim, kërkoni falje Zotit tuaj se vërtet ai është mëkatfalës. Ai u alshon me bollak, me dendësi, shiun nga qielli. Ju jep pasuri dhe fëmijë, ju jep koshtet e gatshme dhe domethënë u jep edhe lumej uji. Pra, istighfari sjell mirësi shumë të madhe për ne nga Allahu i lartësuar. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam shumë bonte istighfar. Ai është njeriu më i mirë. Ati Allahu i lartësuar ja kishte falur gjunahet e mëparshme dhe gjunahet e mëpasshme. E megjithatë, ai ka bërë istighfar më shumë se sa njerëzit e tjerë. Ka treguar në një hadith, ka thënë: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi al-yawm akthar min 70 marra." Pasha Allahu, unë i kërkoj falje Allahut të lartësuar në ditë më shumë se 70 herë. Gjithashtu, në një hadith profeti ka bërë thirrje: "Ejuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ilayhi fi al-yawm 100 marra." O njerëz, kthehuni me tobe tek Allahu, se unë bëj tobe, duke thënë astaghfirullah ose astaghfirullah wa atubu ilayh në ditë 100 herë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte astaghfirullah ose astaghfirullah wa atubu ilayh, duke qenë i vendosur që mos me bë mëkate. Forma më e mirë e istighfarit është me thonë robi, siç thuhet në hadithin e Shaddad ibn Ausit radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, forma më e mirë e istighfarit, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kush e thot këtë istighfar në mëngjes me bindje se Allahu i fal mëkatet, me bindje ka besimin në Islam dhe vdes në këtë ditë, hyn në xhenet. Kush e thot kur ngryset dhe vdes në këtë ditë, në këtë natë, ka me hy në xhenet. Këtë hadith e ka sjellë Buhariu në Sahihun e tij. Kjo është forma më e mirë e istighfarit. Këtë lutje istighfari e gjeni ke libri Mburoja e muslimanit, ke dhikri mëngjesit dhe i mbrëmjes. Me mësu dhe me thonë për ditë, çdo mëngjes e çdo mbrëmje, mirësi e madhe është. Një formë tjetër e istighfari është me thonë astaghfirullah wa atubu ilayh, siç e përmenda pak më përpara. Një formë tjetër me thonë astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. I kërkoj falje Allahut dhe kthehem me tobe tek Allahu, i cili është i gjallë, i përjetshëm, mbikëqyrësi i gjithësisë. Kush e thotë të formë istighfari, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, i falë mëkatet, qoftë edhe nëse ka ikur nga fusha e betejës. Dhe ky hadith i fundit që tregon se ka gjunahet mëdha që mund të fshihen për shkak të disa veprave që kanë një rëndësi të veçantë, që është kjo formë istighfari. Për shkak kësaj mund falen ca gjunahet mëdha.
Po ashtu u përmendet një hadith, e tregon Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, thotë ne i numëronim profetit deri në 100 herë në një mezhlis, të thoshte Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim, Zotim, i fal gjunahet dhe ma prano tauben, se vërtet ti je mëshirues, ti je pendimpranues dhe mëshirues. Pra deri në 100 herë profeti sallallahu alaihi wasallam bonte istighfar në mezhlis. Në lidhje me të mirën që i fshin të këqijat, dietarët kanë thënë së pari ajo përfshin tauben dhe istighfarin, dhe për këtë pjesën e folëm. Së dyti përfshin dhe veprat e mira, siç është namazi i taubes. Abu Bekr radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha adhnaba al-'abdu dhanban, faqama, fatatahhara, fasalla rak'atayn, thumma istaghfara Allah, ghafara Allahu lahu." Në qoftë se një rob bën një mëkat, edhe çohet me abdes mirë, i fal 2 rekate namaz, namazin e faljes, namazin e taubes, 2 rekate namaz kastile, që më kërku falje Allahut, edhe i kërkon falje Allahut, Allahu i lartësuar do t'ia fal mëkatin. Gjithashtu edhe 2 rekatet e abdesit. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu një herë ka marrë abdes mirë, në minutë plot, dhe mas i ka marrë abdes, ka thonë, profeti një herë ka marrë abdes, një kështu si shmora unë. Po, tregohet se si mori abdes profeti. Edhe pastaj profeti tha: "Men tawadda nahwa wudu'i hadha", kush e merr abdesin kështu siç e mora unë. Se shokët e profetit ishin shumë të interesuar të mësonin njerëzve ibadetin e profetit, mënyrën se si e krynte ibadetin profeti, edhe u mësonin dhe në praktik se si e ka fal namazin, se si ka marrë abdes. Pastaj u kanë folur dhe për shpërblimin dhe mirësinë e veprave të mira. Edhe pastaj Uthmani radhiyallahu anhu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush e merr abdesin kështu siç e mora unë, e pastaj i fal 2 rekate namaz, la yuhaddithu fihi ma nafsa", i fal 2 rekate namaz, po me kushtim ndaj Allahut, me përulje, me përqendrim, duke e pas mendjen namaz, jo ke çështjet e dynjos, e qenë i vëmendshëm namaz. Pra kush e i fal 2 rekate me përqendrim, e ka përmendur profeti dhe pjesën përqendrim namaz. Pastaj atij do t'i falen gjunat e kaluara, ka thënë. Pra ka një mirësi shumë madhe. Mirësinë e abdesit, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në ca hadithe se kush merr abdes, domethënë me pikat e fundit të abdesit që bien nga gjymtyrët, i bien dhe gjunahet e gjymtyrëve. Edhe namazi bëhet shkak për fshirjen e gjunave që ka bërë robi. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi 7 marrat", tregon nëse në pragun e shtëpisë ndonjëri për ju kalon një lumë dhe lahet në të 5 herë në ditë, ai mbetet pa pastërti në trup, sa njëri dërguar Allahu. Dhe kështu është edhe shembulli 5 namazave. Me to Allahu i lartësuar e pastron robin nga gjunahet. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ato tregoj ato vepra të cilat bëhen shkak që të fshihen gjunahet dhe që Allahu të ngrenë gradat e larta", thanë po i dërguar Allahu, na i trego. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur marrjen e abdesit kur ke vështirësi, për shembull ju shiftohet apo shftohet apo je i smur apo ke dhimbje, edhe merr abdesin të plot. E dyta, vajtja në xhami shpesh për të fal namaz, hapat e shumt, duke shkuar në xhami për të fal namazin me xhamat. Dhe e treta, pritja e namazit në xhami. Ka përmendur këto, domethënë fal namazin farz, pastaj pret namazin tjetër farz në xhami. Këto 3 vepra bëhen shkak që Allahu i lartësuar na i fal gjunahet dhe ta ngrenë grada të larta tek ai. Edhe agjërimi, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kush agjeron muajin e Ramazanit me besim premtimin e Allahut dhe duke pritur vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, atij do t'i falen gjunahet e kaluara, hadithun sahih në Buharit. Edhe haxhi, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për haxhin, kush e bën haxhin, edhe nuk kryen marrëdhënie intime bashkëshortën,
nuk kryen edhe gjëra që domethënë i paraprin apo nxisin për marrëdhënie intime, nuk thot fjalë të këqija, fjalë të pista, nuk bën mëkate gjatë haxhit, ai do të kthehet nga haxhi si dita kur e ka lindur nëna. Edhe për sadakan, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur që sadakaja i fshin gjunahet, i shuan gjunahet, ashtu sikur se shuan uji zjarrin. Edhe për dhikrin profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur shpërblim mirësi të madhe. Për shembull, kush thot 100 herë në mëngjes la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ka shumë mirësi, disa mirësi ka përmendur profeti dhe njëra prej tyre është që i fshihen 100 mëkate. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush thot në ditë 100 herë subhanallahi wa bihamdi, i fshihen ati gjunahet, qofshin dhe sa shkuma e detit. Mirë po, këto veprat e mira, siç është namazi dhe veprat e tjera të mira, çfarë mëkate fshin? Mëkatet e mëdha apo mëkatet e vogla? Sipas mendimit më të saktë të dietarëve, fshin mëkatet e vogla, po me kusht që robi të largohet nga gjunahet e mëdha ose të bëjnë tobe nga gjunahet e mëdha. Dhe për këto tregon fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, e treguar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna majtunibat al-kaba'ir. 5 namazet ndërmjet tyre. Ramazan, xhumaja dhe xhuman tjetër, Ramazan dhe Ramazan tjetër bëhen shkak që Allahu lartësuar t'i afshin robit gjunahet që ka bën ndërmjet tyre, për sa kohë që robi largohet nga gjunahet e mëdha, qëndron larg gjunaheve të mëdha. Pra duhet që robi të ruhet nga gjunahet e mëdha që Allahu lartësuar t'i afshin gjunahet e vogla. Duhet bëjmë tobe si nga gjunahet e mëdha dhe nga gjunahet e vogla, sepse dhe gjunahet e vogla kanë nevojë për gjove të tobe, sigurisht se kuptohet nga ajeti e Kuranit. Elus Allahu subhanahu wa taala që na i falë mëkatet, që ta përmirësoj gjendjen tonë, dhe ashtu sikur se na bashkojë në këtë vend, të na bashkojë në xhennetin El Firdaus. Allahu shpëlojë të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.